Një 22 vjeçar ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti detar të ndodhur në Ksamil, ku mjeti lundrues tip xhetkar që ai drejtonte është përplasur me skafin e policisë kufitare të Sarandës. Aksidenti i rënd u regjistrua mbrëmjen e të hënës në gjirin e Ksamilit. Sipas informacioneve paraprake, mjeti lundrues me të cilin po lëvizte i riu u përplas me skafin e policisë kufitare. Si pasojë e përplasjes së fortë mbi jetën 22 vjeçari Albiano Kereci, banori i Ksamilit, i cili ndodhej në drejtimin e mjetit lundrues. Pas aksidentit ai u nxor nga deti nga punonjësit e policisë kufitare dhe persona të tjerë që ndodheshin në zonën aty pranë, por nuk mundi të mbijetonte dot plagëve të marra. Menjëherë pas ngjarjes, policia e shtetit reagoi me një njoftim zyrtar duke bërë me dije se nisën menjëherë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe detajeve të aksidentit. Sipas njoftimit zyrtar të policisë vendore, bëi me dije se rreth orës 18:30 minuta të hënës në Ksamil, një shtetas 22 vjeçar banues në Ksamil, duke lundruar në det me një mjet lundrues tip jet ski, makinë lundruese, dyshohet se si pasojë e lundrimit me shpejtësi është përplasur me skafin e policisë kufitare, i cili ishte i stacionuar rreth 400 metra larg bregut të detit në monitorimin e hapësirës zetare. Si pasojë e përplasjes u dëmtua drejtuesi i mjetit lundrues, i cili u nxor menjëherë nga deti nga punonjësit e policisë, si dhe drejtues të tjerë të mjeteve lundruese që ndodheshin në zonë. Ai u transportua me urgjencë në spital por ndoroi jetë si pasojë e dëmtimeve të marra. Në përfundim të komunikimit zyrtar, policia vendore bën me dije se menjëherë është ngritur një grup i posaçëm e timor dhe në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore në drejtimin e prokurorisë, po kryen veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të ngjarjes.